Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi se gjatë periudhës 16 prill-3 gusht 2026 në Kosovë janë raportuar gjithsej 99 raste të konfirmuara me frut. Vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 21 raste të reja, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, pra vitit 2025, kur kishim 65 raste. Këtë vit është vërejtur rritje numrit të rasteve të konfirmuara me frut. Në klinikën infektive aktualisht janë duke u trajtuar 21 raste me frut. Shumica të prekurve janë fëmijë të pavaksinuar. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik rekomandon që çdo person me simptoma të dëshimta të frutit, si temperaturë e lartë, skuqje apo ndryshime në lëkurë, koll, rruf ose konjunktivit, të paraqitet menjëherë në institucionet më të afërta shëndetësore. IKSHP-ja u bën thirrje prindve që të verifikojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve të tyre, nga se vaksinimi mbetet masa më efektive dhe më sigurt për parandalimin e frutit. Pra rastet e shpeshta me frut do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me doktoreshën Vera Berisha Andreja, infektologe, njëherë drejtoreshe klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Doktoresha Vera Berisha, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Mirë se ju gjej, përshëndetje për ju dhe për dëgjuesit tuaj. Fillimisht na thuani se si është gjendja, nga se keni pacientë të shumë të cilët janë duke u trajtuar nga fruti. Sa është numri i tyre për momentin? Për popullatën, edhe një herë, edhe pse besoj që është e mirë njohur, morbilli apo fruthi, siç njihet në popull, është smundje virale, është smundje shumë kontagjioze, pra ngjitse, përhapet shpejt, dhe klinika e saj variron nga rastet më të lehta deri të moderuara dhe raste të rënda, ndërkohë që si smundje edhe mund të trajtohet me terapi simptomatike, por si smundje kjo mund të shkaktoj edhe komplikime të tjera, të cilat do t'i themi në vazhdim. Sa është numri i pacientëve që për momentin janë duke u trajtuar në klinikën infektive? Nga rasti i parë që konsiderohet rasti 0, që kemi pas dikun në fillimet e muajit maj, deri më sot, numri i të testuarve që kanë rezultuar me morbill pozitiv, natyrisht edhe me dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, numri ka arritur dikun afrohet shifra rreth 100. Për momentin në klinikën infektive po trajtohen 21 pacient. Klinika e tyre është mesatarisht e rëndë dhe për fat të mirë ata po marrin trajtim dhe tash për tash asnjë prej tyre nuk duket se është i rrezikuar për jetë. Ndonjë rast me fatalitet deri më tani s'kemi pasur? Deri më tani nuk kemi pasur raste me fatalitet, edhe pse kjo smundje për shkak të komplikimeve që vijnë pas saj dhe imunitetit të ulur që lën kjo smundje, më përpara ka ndodhur që ka pas edhe raste me fatalitet. Në përbot mund të ketë ende, vazhdon të ketë në vendet e pazhvilluara. Tek ne në këtë rastin apo kohët e fundit me paraqitjen e rasteve të reja, nuk kemi raste me fatalitet, ndërkohë që kemi pas 2 deri në 3 raste të cilat kanë kërkuar trajtim intensiv. Pa është moshe fëmijëve të cilët janë të prekur nga fruti? Për shkak të mungesës së vaksinimit, jo mungesës së vaksinave, po për shkak të hezitimit të disa prindërve, duke rënë pre e dezinformatave, konspiracioneve e tjerë për arsyet të cilat shumica prej tyre na i kanë shpjegu, kanë privuar nga vaksinimi fëmijët e tyre dhe nuk kanë privuar vetëm nga vaksina e morbillit, por vaksina e morbillit përmban edhe 2 vaksinat. Në të njëjtën vaksinë janë 3 vaksina komplet. Përveç që kanë privuar nga marrja e vaksinës kundër morbillit, ata kanë privuar fëmijët e tyre nga marrja edhe 2 vaksinave të tjera, të cilat po ashtu janë shumë të rëndësishme. Prandaj e tham që me qenë se është smundje shumë kontagjioze,
dhe përhapet shumë lehtë. Rastet kanë ndodhur dhe ndodhin në përvende ku janë persona, sidomos fëmijë, si qerdhet, kopshtet e ndryshme e tjerë, dhe mjafton të jetë një fëmijë i cili ka marrë morbillin dhe do t'i infektoj të gjithë fëmijët e tjerë të cilët janë të pavaksinuar. Duke qenë se vaksina merret në muajin e 12 deri në 18 të jetës, dhe thamë që ka edhe prej atyre të cilët edhe në këtë periudhë nuk janë vaksinuar, ata kanë qenë burimi i infeksionit për infektimin edhe të fëmijëve në moshën 8 muajshe, 9 muajshe e tjerë. Pra, morbilli nuk zgjedh moshë, kemi prej moshave 8 muajshe deri tek moshat e rritura që kemi pas 3 deri në 4 raste. Vaksina nuk merret në moshën 8 muajshe. Nuk merret në moshën 8 muajshe, edhe pse në vitin 2017 kur kemi pas po ashtu një numër të madh të rasteve me morbill, politikat shëndetësore kanë vendosur që t'i vaksinojnë fëmijët në përqerdhe edhe pa e arritur kohën e caktuar të vaksinimit për shkak të parandalimit të përhapjes dhe duke parandaluar pra përhapjen dhe marrjen e përmasave më të gjera të sëmundjes. Javën e kaluar kemi pas disa raste të infeksioneve që kanë qenë edhe në përqerdhe. Një rast ka qenë në Prishtinë dhe një tjetër në Fushë Kosovë. E thamë që rastet më të shpeshta vinë bashkë prej këtyre komuniteteve ku qëndrojnë në hapësira të mbyllura dhe mjafton pra nëse një fëmijë, një pacient ka virusin e morbillit, mjafton që t'i infektojë edhe të gjithë fëmijët e tjerë të cilët janë të pavaksinuar. Doktoresh, kur duhet kërkuar ndihmë e mjekut që të mos bëhet vonë pastaj? Virusi i fruthit është virus i cili në organizmin e njeriut mund të qëndrojë disa ditë para se të shfaqen manifestimet. Tash jo gjithmonë duhet t'u lëm fajin prindërve ose institucioneve, sepse janë disa manifestime të cilat janë të ngjashme, mos themi gati dhe të njëjta, me sëmundje të tjera virale. Pra fillojnë me temperatura, me një lodhje të përgjithshme, mund të ketë edhe dhimbje të nyjeve e tjerë, ose kollitje, rrjedhje hundësh që janë simptoma karakteristike që mund gatrohen, që hynë në grupin e simptomave të përgjithshme të sëmundjeve infektive dhe mund të jetë jo e lehtë për prindin ose për edukatorën që t'i dallojë. Sepse thamë që virusi është në organizëm 3 deri në 4 ditë përpara, mund të jetë edhe më gjatë, para se sa të shfaqen shenjat pra tipike që janë egzantemat apo ndryshimet në lëkurë që fillojnë nga lart, vertikalisht, pra nga lart deri poshtë dhe përfshin pothuajse të gjithë sipërfaqen e trupit. Karakteristike këto egzantema, të cilat po ashtu mund të ngatrohen, të themi me egzantema të tjera, është se këto egzantema konfluojnë apo ngjiten me njëra tjetrën dhe forma e lëkurës apo pamja e lëkurës, të themi kështu, merr pamjen sikurse një lëkurë themi e përvëluar për ta bërë më të qartë për popullatën dhe për ta dalluar, pra për t'i këshilluar që kur vrejnë egzantema të tilla, nëse kanë vendosur me mbajt fëmijën në shtëpi ose me dërgu dikun në një ambulancë më të afërt, le ta dinë se egzantemat apo ndryshimet në lëkurë janë të dallueshme, pra dallojnë nga ndryshimet tjera që mund të jenë egzantema nga sëmundje të tjera, qoftë infektive, qoftë jo infektive. Në rast se bëhen vonesa, a mund përkeqësohet gjendja nga se thatë se komplikimet janë bukur të pa të frutit? Shenja tipike për morbill janë kollitja, rrjedhja e hundëve, në mjeksi quhet rinet, skuqja e syve apo konjuktiviti, pastaj mund të fillojnë vështirësitë në frymarrje, natyrisht temperatura e lartë, mund të ketë fëmiu edhe përgjumje, pra këto janë shenja karakteristike që hynë në grupin e shenjave të përgjithshme
ndërkohë që egzantemat pastaj janë shumë tipike që ne si infektolog e kemi shumë lehtë i dallojmë dhe në hapësirën e gojës mund të ketë ndryshime që quhen enantema dhe tipike është një shenjë që quhet shenja e koplikut që mjekëve të përgjithshëm ose edhe mjekëve të tjerë mund t'ju ikë, ndërkohë që infektologut nuk mund t'i ikë sepse është shenjë tipike në hapësirën e gojës e cila na ndihmon jashtëzakonisht shumë për vërtetimin, sepse dyshimet ne i vrejmë shumë shpejt, po edhe deri te diagnoza si infektolog mund të vim shumë shpejt. Sa gjatë periudha e inkubacionit kur një fëmijë është i prekur nga frukti? Variron. Mund të zgjas prej 4 deri në 10 ditë. Varësisht prej organizmit, por prej 4 deri në 10 ditë prezenca e virusit mund të jetë në organizëm. Dhe në këtë kohë bartja është shumë e lehtë. Bartja është e lehtë dhe bartet me spërklat e ajrit, me kollitje, me teshtitje, pra mënyra e bartjes është me spërklat e ajrit dhe në këtë kohë fëmiu mund ta bartë, ndërkohë që mund të mos jetë shumë i prekur ose mund të mos ketë arritur shkallën e lartë të smundjes, por mund të jetë bartës për fëmijët të tjerë. Fëmijë që trajtohen infektiv, sa ditë zakonisht duhet qëndruar në spital? Sipas standardeve, nëse rrjedha është e mirë, rrjedha e smundjes, pra klinika është e mirë, 5 deri në 7 ditë janë të mjaftueshme. Por rastet të cilat kanë kërkuar spitalizim, përqindje shumë e lartë, kanë qenë raste që janë pak të vonuar, pastaj janë fëmijë natyrisht, kanë qenë edhe fëmijë me imunitet më të ulur, po ashtu edhe morbilli është smundje që akoma më shumë imunitetin dhe shumica prej tyre kanë pas edhe komplikime dhe kanë pas infeksione sekondare, ku hyjnë infeksionet bakteriale dhe infeksionet të tjera, dhe shumica prej tyre përveç terapisë simptomatike, me të cilën në kushte normale ishte trajtuar një morbill, është dashur të vendoset edhe terapi tjetër konform situatave. Natyrisht, me rrëmjen e imunitetit, fëmiu nuk mund të ushqehet, fëmiu është i përgatitur të themi për marrjen e secilit infeksion oportun, apo infeksionet apo shkaktar të tjerë të cilët na rrethojnë, mund të preket veshi dhe gryka, pra thamë edhe në fillim sistemi nervor, sistemi respirator por mund të kemi komplikime edhe të tjera, të cilat thash që kanë kërkuar edhe trajtim specifik, pra me antibioterapi. Ndodh që edhe personat që i marrin vaksinën preken nga fruti, apo si që mund të ndodh, por gjithnjë ata pacient kanë klinikë të lehtë, por nuk është që nuk ndodh. Klinika atyre është shumë disa herë më e lehtë se sa tek pacientët të cilët janë të pavaksinuar dhe mundësia për komplikime ose për infeksione sekondare natyrisht është shumë më vogël. A mund t'i prejkë edhe personat e rritur? Natyrisht, ne deri më tani kemi pas dikun 3 deri 4 persona të cilët kanë qenë me morbill, ndërkohë që flas për në vitin 2017 kemi pas edhe nga personeli që janë prek me morbill, por kanë qenë persona, personel të cilët veç paraprakisht kanë qenë të vaksinuar. Doktoresh, kemi vënë minutat e fundit të misionit dhe zakonisht për fund flasim për preventivën. Cili do të ishte këshilla juaj apo porosia juaj, qoftë për ata që janë prekur, por edhe për të tjerë? Deri më tani folëm për smundjen, folëm për ecurinë e saj, folëm për komplikimet, por tash po them se të gjitha rastet kanë qenë të pavaksinuara. Dhe kjo besoj duhet jetë një këshill, duhet jetë mesazh shumë i fuqishëm për prindrit,
për familjarët që fëmijët e tyre t'i vaksinojnë. Së pari për shëndetin e fëmijëve të tyre, pastaj edhe për shëndetin e popullatës në përgjithësi. Mos të harrojmë se fëmijët e pavaksinuar, të cilët kalojnë morbillin, edhe pse në raste shumë të ralla, mund të kenë një komplikim jashtëzakonisht të rëndë, që është panencefaliti subakut sklerotizant, i cili lajmërohet dikun në vitet të mëvonshme, prek moshat e adoleshencës së hershme, po them janë raste të ralla, por nuk janë të pamundur. Mund të ndodhë, po. Nuk është e pamundur që mund të ndodhin. Prandaj kjo është rëndësia shumë e madhe e vaksinimit dhe fare në fund nuk ka rrezik prej vaksinimit, rrezik ka prej morbillit. Teknologjia ka bërë të vetën, fëmijët qëndrojnë shumë në rrjete sociale, fëmijët ndoshta edhe para moshës 1 vjeçare ju ekspozohen teknologjisë, mund të jetë kjo vonesat në të folur ose çrregullimet e tjera jo ta fajsojmë gjithmonë teknologjinë, por mund të jenë edhe nga kjo situatë, e cila në kohrat moderne është shumë prezente, por çrregullimet e tilla nuk janë nga vaksinat. Vaksina e morbillit, që përfshin edhe vaksinën e rubeollës dhe të parotitit, është vaksinë shumë e sigurt dhe ne si personel shëndetësor i kemi vaksinuar të gjithë fëmijët tonë dhe fëmijët e familjarëve tonë dhe nuk kanë asnjë problem. Pra, problem mbetet mos vaksinimi. Doktoresh, nëse nuk keni gjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Ju faleminderit edhe për interesimin dhe për përcjelljen vazhdimsi të sidomos të këtyre situatave që mund të na paraqiten kohë pas kohe. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni që ndroni edhe më tutje në valë të programit tonë.